dhe kemi lëshuar litarin këtyre, dhe i kemi kthyer nga njerëz normal që dolën nga ne, i kemi kthyer në Perëndi, të cilët jo vetëm kemi lejuar të na vjedhin, po detyrohen dhe vetëm të durojmë për te çdo durimi, po dhe t'i adhurojmë. Një popull mund të ketë karakter të jetë i durueshëm në luftën e tij, po jo i durueshëm në pasivitet me tragjedinë e tij. Prandaj them që smundja jemi është tek ne. Dhe ta kanë gjetur, shesh, e kanë bërë dhe po bëjnë për shesh. Por marrja e parave të tyre, sojsësve, dhe çfarë kanë vjedhur? Pa fund. Pronat e familjes Berisha. To janë njerëzit të cilët dëgjoni vetëm Bashën për të kuptuar, që jep mesazhin me kullën, për kuptuar që këta po vjedhin bashkë me njëri tjetrin. Pra, këto janë para, por nuk janë ca milion dollar. Ca milion dollar janë një qime nga derri Berisha. Janë miliarda që mungojnë. Dhe këto miliarda, kur t'i kthejnë shqiptarëve, atëherë do të shkojnë ke pensioni, minimumi pensioni, të barabartë minimumin jetik. Të dy palët nuk flasin për minimumin jetik, dhe ne do të trokasim edhe akoma kthejmë vëmendjen te këto. Janë këto pjesë e zgjidhjes tonë apo jo? Ato nuk duhet t'ja dimë se me çfarë ekzistojnë shqiptarë, dhe shqiptarë budallej merren me to. As partitë e tjera nuk flasin për minimumin etik, se nuk kanë guxim ta mendojnë, se shumica e tyre financohen nga palishmëria. Shifin aktivitetet e tyre të financuar nga palishmëria. Dhe nuk flasin për sisteme, po flasin për një zgjidhje që do vi nga personi. Pra, heqim një Berishë në një ram, e marrim një tarallak tjetër në vend të tyre. Pra, te zgjatje e kësaj gjëje që kemi. Unë mendoj që zgjidhja kryesore është komunikimi me njerëzit, të bindën njerëzit si duhet bërë. Dhe prandaj këta janë çatrafiluar nga votimi i diasporës. Se do të votoj dhe me mlef, po do të votoj jashtë interesit të bugës gojës edhe jashtë frikës. Ai do të jetë vot më saktë. Dhe duhet të ishte minimumi 70 deputet të ishin nga diaspora. Se ky është realiteti. Si janë shqiptarë, ashtu do të jenë përfaqësuesit e tyre. Gjysmat e më tepër janë jashtë nga votuesit, atëherë gjysma përfaqësuesit do të vinë nga jashtë. Kjo është logjike. Burë dikush, kam thënë unë i pari, minimumi 15 vjet mbas meje. Se për këta historia fillojnë kur ka lindur këta. Ose kur fillojnë lojën këta. Që kuptojnë që politika është një biznes edhe adrenalin, se nuk jetojnë dot pa adrenalin. Se nuk mund t'i shërbesh dot i vendi dhe pa kapur poste. Fakt rrugën e vërtetës në rrugë të Zotit. Kështu që mendoj që ne jemi vetë fajtor që bëjmë sehir me tragjedinë tonë. Dhe mendoj që është më mirë ta vazhdojmë bisedën në këtë drejtim, se drejtim kontratës tyre është një kontratë me Sybet, ju siguroj që jam një kontraktor shumë i mirë, mbi nivelin shqiptar, e kam sigur që po ja them. Jam specializuar dhe për të zgjidhur mosmarrëveshjet kontraktore ndërkombëtare, edhe për arbitrazh. Kam treguar që aty u kam marrë pjesë. Kam përfaqësuar si duhet, kam trajtuar si duhet. Kjo është një kontratë në shkelje të dy ligjeve. Duket në formë sikur është bërë në bazë të ligjit amerikan, por është në shkelje të dy ligjeve. Dhe besoj që do të filloj erë ta vonë, po edhe shumë shpejt, edhe një investigim në Amerikë. Sado që janë kujdesur që aty të mos e shkelin. Por duke bashkëpunuar dy institucionet, dhe besoj kjo do të jetë puna parë së pakut, bashkëpunim me institucionet amerikane, një hetim këtu do të nxjisë një hetim atje. Pra një hetimi këtu po fillon, dhe hetimi atje. Dhe po çosh ka rënë një hije zezë edhe egërstie tek Berisha. Pikërisht për të ndalur paksa te kontrata dhe pjesa e investigimit, si e komentoni fakti që këtë kontratë nga ana e Partisë Demokratike ka nënshkruar Flamur Noka dhe sa rrezikon vetë si person Flamur Noka në këtë rast nëse nis një investigim në rastin nëse gjendet shkelje ligjore? Po do të rrezikoj Flamuri. Një çështje e tillë mbyllën në gjykatë Tiranës. Këtë zë mbyllën dot.
Ajo që kishte të bënte me Lulzim Bashën. Po, ishte edhe me persona të tjerë. Dhe fakti që është e njëjta rrugë tregon që s'pas ka qenë Lulzim Basha. Edhe unë besoj që do të jetë me shumë pasoja për Flamur Nogën kjo kontratë për këtë mënyrë. E ka pranuar vetë para 2 javësh, mos besoj. Mos gaboj, domethënë që unë e kam nënshkruar kontratën me Lacivitan, po në fakt nuk që ka me Lacivitan. Në një emision, nuk e di tani, a ka qenë te Eni Vasilja diku tjetër, po ka thonë, e kam dëgjuar që ka thonë, unë e kam nënshkruar këtë kontratë me Lacivitan. Dhe është deri në fund të vitit, tha, nuk tha që është 2 vjet tjera. Pra këta e di që janë hall. Këta e din që nuk mbaron halli tyre me votën që mund të marrin këtu. Pra dhe nëse do të fitoni, do t'i mbanin zvarr shqiptarët dhe për muaj tërë pas zgjedhjes tyre, me shpresën që fitoria e tyre do të ndikonte të bënte presion pranë administratës amerikane për ndryshuar qëndrim. Pra fitoria vota këtu dhe paratë e paguara atje kanë menduar strategët e mëdhej do të bënin të mundur zgjidhjen e hallit Berishës. Pra janë para janë dhënë për hallin e Berishës dhe besojnë edhe nga Berisha. Dhe kusuret t'i paguaj Muli, po mund t'i paguaj dhe Berisha. Do të shohim pastaj si do përgjigjen palët. Lidhja me Tropojanin Selci e tjerë mund të dalin lidhja, njerëzit mund të flasin, nuk e janë njëri në Amerikë. Do t'ja marrin fatuar një zotërisë dhe më thanë që shet dhe brava, ja numërojnë dhe bravat, edhe drynat dhe çelsat, edhe pastaj do shohim. Është institucionat që quhet IRA, i të numëroj gjitha këto, edhe pastaj do shohim. Do të tregoj Berishën apo jo. Mund të hapen përgjime të tjera, ka forma të tjera investigimi, përpara si kanë bërë paratë të tjera. Po që këta kanë investuar para jashtë shumë nga paratë e shqiptarëve, kjo është e ditur. Kanë mbushur offshore në paratë e shqiptarëve. A mendoni se tashmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të vendosin në shënjestër 2 politikanët kryesor, po themi në Shqipëri, Sali Berishën, i cili është vendosur, po themi, në shënjestër me non-gratën e tij, por nga ana tjetër edhe kryeministrin Edi Rama, sa i përket faktit që dyshosi i përfshirë në aferën e ish agentit të FBI-s Charles McGonigal. Unë besoj, jo do të besoj se janë shënjestër tyre. Njëri është i siguruar në gjitha format, është dhënë mandata që nga Departamenti i Shtetit, u përcollë nga ambasadorja e fundit, Yuri Kim. Shpresoj ta mbajnë fjalën kur ka thonë që me non-grata do të hani vetëm bar. Shpresoj që të jetë një fjalë e fortë dhe ta mbajnë fjalën. Po kështu Ramën e shoh si pjesën tjetër të këtij establishmenti ku gjysma është Berisha. Mendoj që edhe sundimi i tij politik po i vjen fundi ose duhet i vi fundi. Shqiptarët janë zgjodhur. Ne nuk mund të jetojmë për egon e pushtetit as Ramës as Berishës.